le të marrim pak informacione nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Është gazetari Engel Xhangoli në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, aty do të jetë, po themi, epiqendra nga ku do të shpërndahet çdo informacion, nga ku do të kuptojmë edhe se sa qendra votimi janë hapur, nëse ka ndonjë problematik, nëse është raportuar ndonjë situatë e cila nuk është konform gjithë rregullave të përcaktuara nga komisioni. Enkeli është në ekran. Enkel, çfarë lajmesh ka deri në këtë moment? Lajmesh, është herët akoma, kanë kaluar edhe 11 minuta nga ora 7, por çfarë informacionesh ka nga KQZ-ja? Deri në këtë moment që ne flasim këtu në ambientin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk ka mbërritur ndonjë ankesë në lidhje me hapjen ose jo të qendrës të votimit, pra gjithçka vijon të jetë sipas protokollit, janë hapur qendrat e votimit në orën 7 dhe nuk ka patur asnjë lloj ankese, pasi ndërkohë nga ana tjetër Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I ka marrë masat paraprake duke I shpërndarë që më herët të gjitha materialet zgjedhore, madje deri dhe në zonat më të thella të vendit tonë për të patur le të themi gjithçka gati për të hapur qendrat e votimit në orën 7. Tashmë prej 11 minutash qytetarët kanë të drejtë të drejtohen kutive të votimit për të votuar dhe për të zgjedhur kandidatët e tyre apo emrat e tyre që ata duan të votojnë. Duhet të kujtojmë këtu drini se sot qytetarët shqiptar që mund të drejtojnë kutive të votimit dhe që kanë të drejtë vote janë 3.713.761 shtetas shqiptar që mund të votojnë. Përfshirë këtu gjithashtu edhe shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, pasi janë mbi 245.000, pra rreth 246.000 të cilët kanë të drejtë vote, ku 181 prej tyre tashmë kanë votuar. Ndërkohë një tjetër risi, le të themi që Enkel, na jep vetëm pak kohë, sepse ne jemi të rrjetëzuar me gjithë kolegët gazetarë të tjerë. Është votuesi I parë që është duke votuar elektronikisht, po shikoni pamje të drejtë për drejta në këtë momente në ekran. Është njësia 10, votohet elektronikisht, po merren shenjat dalluese të gishtrinjve, pikërisht ashtu sikurse e kërkon edhe procedura. Ndërkohë në linjë është paq edhe gazetare Erikleta Dorezi. Erikleta, është votuesi I parë që po shohim në ekran apo jo? Elektronikisht. Është votuesi Drini është votuesi I dytë, një zotëri në fakt po hedh votën në mënyrë elektronike, ndërsa zotëria po jep shenjat e gishtave dhe sigurisht edhe të gjithë verifikimin tek antarët e komisionit të kësaj qendre votimi. Është qendra e votimit 1998, një prej 6 qendrave të votimit tek shkolla Qemal Stafa. Në total kjo qendër votimi ka 899 votues dhe në fakt kemi edhe 3 votuesit e parë. Janë dy zotërinj dhe një zonjë. Po lexon përputhshmërisht pajisja gishtin, duket sikur ka pak vonesa në kundërshtimin tim, apo si duket procesi? Jo, në fakt tek votuesi I parë ishte shumë I thjeshtë procesi, por duke qenë se është edhe më I moshuar zotëria, ndoshta ka dhe pak vështirësi. Gjithsesi ne do ta pyesim pasi të hedhim dhe pasi të bëj votimin e tij në mënyrë elektronike, se si ka qenë procesi dhe ka pasur vështirësi për moshën e tretë. Pasi duhet thënë, në fakt zakonisht Jo, po thosha që kemi parë që ka pasur shumë informacion dhe nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve përmes vendosjes së stendave në ambientet e jashtme që tregonin se si qytetarët mund të votojnë elektronikisht. Besoj që ata që janë votues të kësaj njësie ku votohet elektronikisht e kanë të qartë apo jo. Nuk besoj që ngelet për të marrë vesh në momentin që paraqiten aty. Drini, përveç kësaj, në të gjitha qendrat e votimit, ku identifikimi dhe votimi është elektronik, kemi dhe një operator I cili përveç se bën mirëmbajtjen e pajisjeve, sigurisht u vjen në ndihmë edhe qytetarëve të cilët kanë vështirësi, sigurisht duke ruajtur fshihtësinë e votës dhe pa cënuar integritetin e saj, në distancë duke ndihmuar për probleme të ndryshme që mund të paraqiten. Në fakt ka pak vështirësi për moshën e 3, duhet thënë kjo, sepse duket edhe në kohëzgjatjen e procesit për këtë grup mosh. Po pra, e shoh që ka pak merr pak kohë ky proces, por gjithsesi ne jemi duke raportuar dhe treguar pamjet drejt për drejt të asaj që ndodh. Do të shohim edhe nëse do të ketë një opinion nga zotëria, që nëse do arrim do të marrim një opinion për mënyrën se si ai votoi elektronikisht pikërisht në njësinë numër 10. Është një proces I cili do ta japi parë rezultatin në kohë, po themi reale, në gati 60 minuta pasi të
mbyllu qendrat e votimit në orën 19 do të mund të kemi edhe një projekcion të rezultatit të zgjedhjeve pikërisht në këtë njësi, po shikoni se si është i përbërë edhe një komision në një qendër votimi, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, është thjesht një qendër votimi, thjesht në këtë rast është një qendër votimit elektronik, pra që po na tregon fill pas hapjes së saj në orën 7 si po kryhet ky proces dhe se si po puna është duke u mbarvajtur nga operatorët, nga gjithë njerëzit që u kujdesen dhe duket se çdo gjë është duke ecur normalisht pra në këtë njësi. Mirë, dakord, këtë pamje po qëndrojmë që po themi ti ndjekim me vëmendje dhe ti kemi në optikën tonë, por rikthehemi pak edhe një herë tjetër në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sepse ndërpreva Enkelin, e kel ndjes, po jemi të mirë kuptuar besoj gjatë ditës sot me të gjithë kolegët për të marrë po themi atë stafetën e transmetimeve nga njëri tek tjetri për shkak të lajmeve të minutave të fundit. Atëherë po më tregoje për gjithë përgatitjet që po bën apo është edhe duke bërë deri në minutat e fundit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është një institucion që nuk pushon, si thua, gjatë gjithë ditës derisa të mbyllet të gjithë procesi së punuari apo jo. Sigurisht është edhe institucioni i cili është përgjegjës për të gjithë mbarvajtjen e këtij procesi, por deri në momentin që ne flasim nuk janë konstatuar problematika, ndërkohë duhet të thonë në fakt që ditën e dieshme rreth 8 qendra votimi në zona të ndryshme, qoftë në Shkodër, Gjirokastër, por edhe në Vlorë, nuk kanë mundur që të kenë një operator për sa i përket pajisjes identifikimit elektronik, por ndërkohë në ato zona që nuk ka gjetur një operator i tillë do të përdoret mënyra le të themi tradicionale me një regjistër dhe në një letër e emrat e zgjedhësve do të firmosin kur të votojmë. Sigurisht kjo ka qenë gjatë ditës së dieshme në ato pak në këto 8 qendra votimi ku është zgjidhur, pra kur gjetur një operator sigurisht do vijohet me pajisjen e identifikimit. Ndërkohë duhet të thënë që në këto zgjedhje marrin pjesë 11 subjekte, 3 janë koalicione dhe 8 janë forca politike. Ndërkohë për 141 vende në kuvendin e Shqipërisë garojnë në këto zgjedhje 2046 kandidat. Ndërkohë, ndryshe nga herët e tjera, përveç risisë së votës së diasporës, ne kemi tashmë edhe risinë e listës së hapur dhe listës së mbyllur, pasi çdo subjekt që merr pjesë në garën zgjedhore sot do të ketë 186 kandidat, 46 prej tyre janë në listë të mbyllur dhe 140 prej tyre në listën e hapur. Duhet të thënë që në listën e mbyllur mjafton që numri i kandidatëve do të dalë në varësi të numrit të votave që do të marrë edhe partia, ndërkohë që lista e hapur është gara le të themi e vërtet mes emrave të kandidatëve, pasi mjafton qoftë edhe një vot më tepër dhe një person mund të zgjidhet deputet. E kuptoj. Mirë, ndërkohë, ajo që pritet me shumë interes është mënyra se si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta, po themi, lajmëroj të gjithë procesin e rezultateve apo edhe të pjesëmarrjes. Do të kemi të njëjtën strukturë si në zgjedhjet e kaluara, pra që diku rreth mesditës jepet një projekcion për pjesëmarrjen, pastaj rreth orës 16 dhe kështu me radhë. Do të ketë komunikime nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve her pas here gjatë ditës. Nuk e di, na zbulo pak nga ajo që juve mediave, stafit media si është thënë pra nga ky institucion për mënyrën se si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është struktura e dedikuar për të dhënë dhe certifikuar për të dhënë gjithë informacionin zyrtar, do ta menaxhojë pjesën e dhënies informacionit. Në fakt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke nisur nga eksperienca e zgjedhjeve të vitit 2021, por gjithashtu të vitit 2023 ku ka patur disa problematika për sa i përket pajisjeve të identifikimit ku disa prej tyre nuk kanë punuar siç duhet dhe kanë sjellë vonesa. Këtë herë janë përpjekur që të përmirësojnë atë sisteme dhe deri më tani nuk kemi le të themi ankesa për sa i përket kësaj. Kjo është një nga ato risi të cilat mund t'i përmendim. Ndërkohë, për sa i përket transparencës që do të ketë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo përgjegjësimi që do të ketë në lidhje me procesin zgjedhor, sigurisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë monitorët e saj të mëdhenj që do të shfaqen për të gjitha mediat, ku do të ketë përgjegjësimet e para për sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve dhe rreth një herë në 2 orë apo në 3 orë do të ketë përgjegjësimet e numrit të qytetarëve të cilët votojnë në drejtorët kutive të votimit. Ndërkohë, po ashtu në rast se do të linë nevoja po për ato që kanë më tashu është më vështirë, për moshën e tretë është më vështirë. Çfarë vështirësi e kishit konkretisht? Konkretisht sepse dalin vetëm siglet e partive, nuk dalin ato emrat aty.
të kandidatëve duhet shtypish butonin siç orienton, edhe çdo gjë është në rregull. Ju urojmë suksese. Okej, ishte një votues. S'kem mbaruar. Jemi akoma live, shkëm të një tek 110, po, shkëm të 110, po, çfarë po ndodh aty Rikleta? Në fakt, Drini, duke qenë se është ajo që kemi raportuar edhe herë të tjera. Mosha e tretë ka pak vështirësi në votimin dhe identifikimin elektronik. Zotëria në fakt u rikthye pasi e ka lënë për gjysëm përfundimin e procesit për t'i dhënë finishin për votën e tij në mënyrë që në mënyrë që të quhet e vlefshme vota. Duhet ta përfundoj të tërë procesin. Po atëherë edhe opinioni i tij do duhet të marrim edhe një herë tjetër në përfundim të procesit, kur ta ketë mbaruar tamam.